Ky fenomen quhet name recognition. Name recognition, exactly. Dhe mund të kesh një mbiemër Lulgjuraj dhe mund të jesh më i njohur. Mund të jesh. Si që ishte Buta Xhexh që zgjodhen thjesht nga mbiemri se tingëllonte i veçantë dhe nuk e njihnin vetëm nga ai mbiemër. Në këtë mes mendoj se kjo mund të kthehet në element pro në favor të tyre. Mund të kthehet në element pro, por menimi jam për me sigurua fitoren, Robert Lulgjuraj ai duhet me krijua name recognition. Si me krijua, menimi jam është duhet me dalë dikun 200 shqiptar që i pranojnë, që jetojnë në atë distriktin e tina, në rajonin e tina, për me e vun këtë, si që ka për shembull Renisi, me e vun këtë campaign slogan, ose çdo makinë, çdo makinë, domethënë ndert pasenxherit, edhe ndert të shoferit. Më të madhe se çka është kjo, e në atë distrikt heret. Qysh tash, jo me prit 1 muaj ose 2 muaj përpara, sepse nuk mundesh me krijuar name recognition aq shpejt. Ajo është për fenomenon, domethënë, marketingut. Kështu që në kjo sens se nuk e përdor atë metodë, ka me pas një problem, domethënë, me këtë name recognition kur të jetë zgjidhje gusht me 4 për Robert Lulgjuraj. Gjithashtu edhe Suzana Poroz për Suzanën është pak më ndryshe, sepse ajo e ka për me dalë si kandidat në mënyrë të elektoratit. E pra është me zgjedhje ndryshe, nuk është me zgjedhje hapur, është zgjedhje brenda partisë. That's right, është zgjedhje brenda partisë, është zgjedhje jo vetëm lokale, po shtetënore, domethënë të gjitha zonat. Për shembull, në Macomb County, 1000 vetë mund me votua për Suzana Shkelin në Cobo Hall, ose Huntington Center, që i thonë sot për sot, edhe 1000 vetë votojnë prej Macomb County, po vetëm 276, domethënë i njihen. Kështu që duhet me fitua jo vetëm Macombën, po duhet Macomb, Oakland, Wayne e dhe gjitha krahinat e shtetit. Është çik më e vështirë pa mbështetjen e partijake, dhe ajo e ka mbështetjen partijake, po duhet edhe name recognition. Name recognition, fatkeqësisht ai kandidati që është kundërshtar, domethënë e ka emrin se kanë lieutenant governor i Michiganit, Gilchrist, edhe ai fatkeqësisht u fut tash në kohës fundit, se pasen për governor nuk ka shans për me fitua, edhe i qet problem Suzana Shkelerit, sepse ai e ka mbështetjen e partisë, ka edhe emrin që është i njoftun, por në tjetër anë, domethënë, Suzana Shkeli ka energjinë, është femën, është e re, ka ide të reja, domethënë ka shans e potencial shumë të mirë, po duhet mbështetja jo vetëm prej shqiptarëve, por krejt shtetit Michiganit. Edhe strategjinë për çka shoh e ka të mirë. Ajo duhet edhe më fokusuar në këta në vjetërsi, se kjo Partia Demokratike ka shumë njerëz që votojnë që janë të vjetër. Domethënë në moshën 50 vjetë përpijet. Kështu që bingo centers i nevojitën e sajna, duhet me pas një strategji domethënë me tërhiq këta persona. Për këtë moshë, po s'ka rëndësi mosha për ta. Ka rëndësi për me i prun njerëzit nga për shembull Kent County, Ingham County, Chippewa County. Duhet me i prun për gjithë rajonet e Michiganit. Atë ditë me votu për ta. Edhe duhet me kanë të regjistruar me demokratë. Edhe kjo është më e vështirë teknikisht, po them. Është shumë më e vështirë teknikisht. Por për ata duhet me bën strategjinë për me mbledh atë sa ke nevojë vota prej çdo vendit në shtetin e Michiganit. Kurse Renisi ka potencial për këtë primary, se është domethënë shkalla e parë është primary për të fituar, aty s'kam dyshim që ka me fituar. Aty fiton. Por kjo general election ka me pas kundërshtarin republikan, i cili është incumbent, domethënë është në stol. Ai është një problem jo i vogël, por edhe një problem i madh. Ai njihet, njerëzit nuk kanë qejf ndryshim, në kjo se nuk dinë gjatë keq për atë person, domethënë aty ka me kanë betejë më e madhe për Renisin. Kështu që ky ka nevojë mbështetjen nga shqiptarët, sidomos këta që jetojnë në distriktin e tina, duket se është Rochester Hills, Troy, Shelby, disa pjesë në Shelby. Edhe pjesë në Sterling Heights. Domethënë ky distrikt është pak i çuditshëm, edhe shumë herë këta republikanë për shembull kanë krijuar këto distriktet të jenë të favorshme.
Kja është edhe një problem i madh, domethënë për Renisin, por nuk është i problem që nuk mund të fitohet, sepse ai që e ka sot për sot këtë zonë, edhe është reprezentuesi i këtij vendit, ai ka fituar dikun me 800 vota, mramën e herë. Domethënë shumë e afërt, ka potencial dhe mundësi, por resurset i ka për nevojë Renisi, edhe duhet prap name recognition, 100%. Okay. E në kjo pësen se nuk fokuzohen në name recognition të 3 kandidatat, Suzana Joxhi Tarsa kanë edhe kandidat më parë, edhe kanë si përfaqësuese e luturisë, edhe njerëzit e njohin, por ajo ka një gjë pak më të vështirë se duhet me kap gjantësisht me pru njerëzit për me votua për ta. E njëjtin vet, domethënë ne Koba, jo ku shkojnë normalisht me votua, kështu njerëzit nuk e kuptojnë, edhe duhet me kanë domethënë i antar i partisë. Kështu që shqiptarët një ditë, nëse se dishojnë me ba mirë për me ndihmu një kandidat, nëse nuk janë demokrat, bahen demokrat për një ditë me ba votën, edhe masa ne mund me tërnua partinë e mund këthyrë Republikanë si që janë kanë. Okay. Pyetja e fundit, shqiptarët kanë një natyrë handicap, e themu këtë, që nuk votojnë. Absolutisht. Qa duhet me ba? Hullumtimet që janë ban nga shteti dhe mundet qartë me pa, ata janë të regjistruar shumë, sidomos për shembull në vendin ku është kandidat Robert Lëvizjura, i ke ma tepër se 20.000 shqiptarë që jetojnë, janë të regjistruar si votuesa, por nuk votojnë. E kjo është fatkeqësia e atij vendit, ata duhet dalë me votua. Duhet dalë me votua për Robert Lëvizjura, sepse e ka një peshër 20.000 vota, janë shumë. Edhe gjysë aty në Mekane, ai kalon, edhe e fiton. Por panin të shqiptarëve nuk është e garantuar. Avokat, ju faleminderit për këtë analizë të hollësishme të këtyre situatave dhe natyrisht për mbështetjen që i bëni kandidatëve shqiptar. Me kënaqësi, shumë faleminderit. Nuk do të zgjas shumë me biseda për arsye se ju e dini tonë vetë se sa e ka minutin advokati. Ashtu që vetëm me fjalë shkurtra. Në emër të Institutit Shqiptar Amerikan dhe antarëve të saj, mirë mbrëma dhe mirë se keni ardhur. Për rëndësinë e këtij tubimi nuk është nevojë të jap shpjegime se çdo njëri prej jush e dini. Dua vetëm të ju njoftoj se misioni i këtij Instituti Shqiptar Amerikan për këtë vit është të mbështesim kandidatët në zgjedhje në pozitat përkatëse. Dhe me këtë rast përshëndes 2 antarët e ri të këtij instituti, zonjushën Mariana Palushaj, avokate, dhe zotrinë Renis Nushaj, avokat. Sonte nuk po lurojmë, ne po merremi me kahjet e komunitetit tonë. Le ta ndërtojmë këtë të ardhme së bashku. Historia nuk pret, dhe as ne nuk mund të presim. Me lejoni në emër të Institutit Shqiptar Amerikan, t'ju uroj Renis Nushaj sukses në udhën e tij drejt Senatit të Michiganit. Po të njëjtën kohë duhet të uroj Suzana Shkreli sukses në udhën e saj për sekretare të shtetit të Michiganit, kurse Robert Lëvizjura udhën e tij drejt Kongresit Amerikan. Vetëm të bashkuar behemi të fortë. Zoti e bekoft popullin shqiptar, Zoti e bekoft Amerikën. Dishoj me falenderua Zotin e shtëpisë Koli Vanaj për këtë tubim të rëndësishëm të fushatës Renis Nushaj, të cilën e njoh tash 25 vjet dikun, mos më tepër, dhe mendoj që ky është kandidati i preferuar jo vetëm për shqiptar, por edhe për amerikan. Është me bani fushatë shumë të rëndësishëm për rajonin ku kandidon, por është edhe kur je përfaqësues si senator i Michiganit, keni peshë të rëndë për ato zgjarat që na përkasin ne si qytetar të shtetit Michiganit. Ky ka disa ide shumë të mira, një prej tyne është inshuranca jonë që e paguajmë çdo jani që jem këtu, çdo jani në publik, amerikan, shqiptar, arabian,
di vetë se për i ka janë e kanë me rëndësi se sa paguajnë, të paguat të për shumë me atë coverage ose atë mbylesë që është me pak. Domethënë reformat e 2019-s janë kanë dështuese, nuk janë kanë të mira për ne si qytetarët e Michiganit. Renisi e kupton ata, ajo është një aspekt pozitiv e tina, por ky ka energji dhe ka ide shumë ma të mira se sa kanë kandidatët të tjerë. Ka nevojë mbështetjen e shqiptarëve. Shqiptarët e kanë një gjatë të hershme që feja shqiptarit është shqiptaria. Por këtu në Michigan edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, politika e shqiptarit është shqiptaria. Na duhet me vun panas si shqiptar, a jem demokrat, a jem republikan, a jem independent, pavarur. Na duhet me votua kandidatat tanë, shqiptarët. Ju duhet të regjistrua në mënyrë të favorshme strategjike për të votua këta kandidat tanë shqiptarë. Renis Nushaj, Suzana Shkreli, Robert Luvgjuraj. Unë i mbështes të tanë se janë shqiptarë, kanë zemrën shqiptare, kanë mendimin shqip, kanë dëshirën shqip, e vetëm ata mund të na përfaqësojnë në mënyrë pozitive me ne advancua ne si kombë, si pakic të këtij vendit. Na nuk jem çlyja, inshallah nuk shlyna. Inshallah gjuha shqipe ka me vazhdua në këtë tokë si ka vazhduar në tokën ilire shqiptar. Në Kosovë, në Shqipëri, në Maltezi, në Greqi, në Maqedoni, në Turki, kudo që janë, vazhdoft në Amerikë si ka vazhduar në ato trojet tona të hershme, të lashta që kanë qytetërimi tanë Evropës. Ju duhet një mua financialisht, se ka nevojën financiale, për me mujt me pa një fushat të rëndësishëm fitore, dhe besoj që kemë pas fitore, në kjo se është strategjia dhe është financimi. Fatmirësisht, shqiptarët po dalin me financua. Robertit e di se 85%, Robert Luvgjuraj, 85% e financimit u ka nga shqiptarët. Dhe më thonë, jem krenar se 85%. Kjo pësën se 85% e shqiptarëve dalim me votua për Robert Luvgjuraj, a i ka me fitua. Kjo pësën se 85% e Renis Nushaj që e përkrahin, dalim me votua, për duhet me dalim me votua. Prej shpijet, mund është me votua se mund është me qua volatin në post, dhe laja është një mënyrë të më dhenë, mendoni se si kini me votua, po votën jepjeni, sepse vota është me rëndësishme, aja është fuqia, aja është e mënyra që ju kini përfaqësim në shtetin e Michiganit dhe shtetin federal, shtetet e bashkuara të Amerikës. Për sot kemi një shans aq të madh me kalua 3 kandidat në shtetin e Michiganit, 2, edhe në shtetin federal, shteteve të bashkuara, edhe imagjinoj se sa mujmë na me ecë përpara me ata. Fitoria band vetën, fitoria kor fitoren. Ju, kjo se humin, ju keni hum, jo kandidatat, sepse ju duhet aktivizua, ju duhet me lanë votën, ju duhet me punua me këta persona që dalin fituesa. Faleminderit shumë, edhe një herë, faleminderit Skoli Vanaj, familjes e tina që në e banë këtë mundësi për më bashkua sot këtu, për me përkra një bashkat letar të dashtun, një person që meriton mbështetjen tonë si kandidatat tjerë. Dhe më thani, kem kandidatat aq të mirë sa nuk mundi me imagjinua humbjen e tyne. Shumë faleminderit për jush.